Ky person me një karrierë në Parti Demokratike, po që janë gjërat zakonshme, po nuk janë të jashtëzakonshme, apo që njerëzit ndrojnë parti si ky. Para 10 ditëve ka dërguar një mesazh ku më informon se do të largohet nga aktiviteti politik për gjithmonë. Në fakt, nuk ka patur një aktivitet për arsye të veta, nuk e di, nuk them. Por kjo është një zgjedhje e tij dhe unë personalisht e kam thënë dhe përsëris prapë, thelbin e lirisë e konsideroj të drejtën e zgjedhjes së njeriut. Ai ka bërë një zgjedhje, ka marrë një funksion, ka marrë një post, të cilin një demokrat se mirë të kur, por zgjedhja është e tij. A i friksoni lëvizjeve tjera, ikjeve të tjera, zoti Berisha, duke qenë se ka fjalë që nga radhët e Partisë Socialiste ka ende ftesa në drejtim të personaliteteve apo personave të angazhuar në Partinë Demokratike? Pra të cilët po largohen të zhgënjur nga Partia Demokratike. Nuk kam djeni për asnjë rast tjetër. Nuk kam djeni. Por rasti i tij është evident. Nuk më njoftoj se do mirë të një funksion në një vend ku rrin nga 3 muaj zakonisht në Vlorë, por është zgjedhja e tij. Kaq është. Zoti Berisha, investimin ajo e ka patur në PD. Se si gjeti këtë vlerësim të lartë nga Partia e Krimit, është punë e tij. Nuk kam gjeni.